Mos hani kurrë hudhër nëse vuani nga këto tre sëmundje. Hudhra ka një larmi të efekteve shëndetësore për trupin dhe organizmin e njeriut në tërësi. Hudhra ka efekte të forta në rregullimin e lipideve të gjakut, në uljen e niveleve të kolesterolit, antikoagulim, frenimin e qelizave të dëmshme, uljen e niveleve të sheqerit në trup, mbrojtjen e mëlçisë dhe gjithashtu rritjen më të mirë të imunitetit tuaj në tërësi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Edhe pse hudhra është një ushqyese e shëndetshme për trupin e njeriut, ajo nuk është e përshtatshme për të gjithë. Në këtë video do të përzgjedhim ndikimet negative që mund t'i vinë në shëndetin tuaj nëse e teproni me hudhrën ose e konsumoni atë në momente të saj të pafavorshme. Personat të cilët të vuajnë nga sëmundjet e mëlçisë duhet të tregohen më të kujdesshëm me konsumin e hudhrave. Shumë njerëz e kanë në zakon të hanë hudhër për të parandaluar komplikacionet e shëndetit të mëlçisë. Sidoqoftë, një mënyrë e tillë është jashtëzakonisht e dëmshme për personat të cilët vuajnë nga hepatiti. Kjo për shkak se hudhra nuk ka asnjë efekt në këtë, por përkundrazi, mund të krijojë gjithashtu vështirësi në shëndetin tuaj dhe të irritojë dhe të pengojë edhe sekretimin e lëngjeve tretëse në traktin e zorëve, duke rritur kështu simptomat e personave të cilët krijojnë të vjedha. Por më tepër, përbërësit e paqëndrueshëm në hudhër do të zvogëlojnë qelizat të kuqe të gjakut dhe të hemoglobinës dhe mund të çojnë në anemi e cila nuk është e favorshme për trajtimin e këtij shqetësimi. Gjithashtu, ekspertët tregojnë se personat të cilët të vuajnë shpesh nga shqetësimet e diarres duhet të tregohen më të vëmendshëm me përdorimin e hudhrës, pasi ajo mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja shëndetësore dhe të krijojë gjithashtu një komplikacion më të gjerë. Njerëzit të cilët të vuajnë gjithashtu nga problemet bakteriale ose diarrea duhet të evitojnë hudhrën nga dieta e tyre. Nëse këta persona nuk i kushtojnë vëmendje këtij njoftimi dhe vazhdojnë të konsumojnë hudhër, aroma pikante e hudhrës do të stimulojë gjithashtu edhe zorët dhe më pas mund të çojë edhe në probleme të hiperimit ose mukozës së zorrës, të përkeçojë edema dhe kështu ta bëjë problematikën tuaj më të rëndë. Nëse jeni një person që shpesh vuani nga këto shqetësime, duhet të tregoheni dorë shtrënguar me përdorimin e hudhrës dhe të flisni me ekspertin në rastet kur ajo është më e favorshme për shëndetin tuaj. Sidomos ekspertët duhet të tregojnë një vëmendje të dyfisht edhe nëse përjetoni komplikacione të njëpasnjëshme të organizmit, të cilat mund të nxisin edhe probleme të ngjashme. Ekspertët e Healthline cetojnë se personat të cilat vuajnë nga problemet e shikimit dhe përpara një operacioni nuk duhet të konsumojnë hudhër në dietën e tyre. Njerëzit të cilët të vuajnë nga glaukoma, katarakti, konjunktiviteti dhe sëmundje të tjera të syve duhet të konsumojnë sa më pak hudhra në dietën e tyre të përditshme. Mjekësia kineze beson se konsumi afatgjatë i sasive të mëdha të hudhrës mund të dëmtojë mëlçitë dhe syt. Përndryshe, ato me kalimin e kohës do të çojnë në simptoma serioze siç janë shikimi i dobët, tringëllima në vesh, humbja e kujtesës e të tjera. Përveç se do të hanë më pak hudhër, ato duhet të kujdesen edhe të shtojnë më shumë produkte me vitaminën A në dietën e tyre, gjithashtu edhe vitaminën B1 dhe riboflavin, të cilat mund të gjenden te mëlçia e kafshëve, vezët, qumshti dhe karrota. Ekspertët tregojnë se personat me sëmundje të rënda nuk duhet i shtojnë hudhrat në dietat e tyre ditore. Në përgjithësi, të hani hudhër, speca dhe ushqime të tjera pikante është e dobishme për njerëzit e shëndetshëm për të ruajtur shëndetin afatgjatë, ndërsa për personat që janë të sëmurë rënd dhe janë nën kujdes mjekësor, ngrënia e hudhrës do të sillte efekte anësore të konsiderueshme në trupin e tyre. Komponentët e hudhrës që përmbajnë jo vetëm që do të ndikojnë te medikamentet që do të merrni, por mund të çojë gjithashtu edhe në një efekt zinxhir me marrjen e medikamenteve të caktuara, të cilat mund të krijojnë gjithashtu probleme të përsëritura të imunitetit dhe të ndërveprojnë gjithashtu në shëndetin tuaj. Nëse bëni pjesë në këtë kategori të personave, hudhrën nuk duhet ta keni një aleate të mirë të shëndetit. Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht nga aroma që ka. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme pothuajse në çdo vakt, por gjithashtu është e rëndësishme edhe për mirëqenien tuaj.
Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nëse stoni hudhrën e freskët në vaktet tuaja ditore. Kështu ndikimet e saj në organizëm do të jenë më të plota dhe gjithashtu edhe më të larmishme. Hudhra mund t'i mbajë dhëmbët tuaj më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur. Ullontimet kanë treguar se hudhra është një trajtim alternativ për inflamacionet e mishrave tuaj të dhëmbëve. Hudhra ka veti të mira antibakteriale, antivirale dhe antikërpullore dhe mund të ndihmojë ndjeshëm në këtë aspekt të shëndetit tuaj, duke evituar këto komplikacione. Shtimi i hudhrës në dietën tuaj ditore do të ofrojë gjithashtu më shumë veti antiplakje. Sipas ullontimeve, hudhrat kanë efekte të mira kundër plakjes së lëkurës. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar, sepse trupat tanë shndrojnë ushqimin në oksigjen dhe në energji, sidoqoftë ndonjëherë trupi ynë nuk është entuziast ndaj kësaj procedure dhe fillon dhe krijon gjithashtu probleme të njëpasnjëshme, të cilat mund të shfaqen edhe rrullat. Në këtë rast, hudhra mund të jetë e shëndetshme në dietën tuaj. Era e saj bën që trupi të prodhojë më shumë substanca në gjak, që shkojnë kundër oksidimit dhe përmirësojnë gjithashtu elasticitetin e lëkurës. Një gjë e tillë është shumë e rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe do ju mbrojë gjithashtu edhe në betejën kundër rrezeve të forta të diellit. Shtimi i hudhrës së freskët në vaktet tuaja ditore mund të përmirësojë më mirë sistemin tuaj imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribuojë në shëndetin tonë është e ditur prej shumë kohësh. Hudhra ka qenë e njohur ndër shekuj për shkak të vetive të saj edhe kundër këtyre inflamacioneve. Ajo forcon imunitetin. Do të konsumoni hudhër të papërpunuar. Ta prisni ose ta shtypni hudhrën, ajo çliron alicin. Kjo substancë ka shumë përfitime për shëndetin, por me gatimin e saj do të humbisni shumicën dërmuese të alicinës. Ndaj shtimi i saj në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë shumë e mirë, sidomos në rastet kur nuk merrni medikamente të caktuara. Hudhra do të ulë gjithashtu presionin e lartë të gjakut. Hudhra është një nga produktet që ul presionin e gjakut. Studime të shumta kanë treguar se marrja ditore e hudhrës do të ketë efekte afatgjata në uljen e kolesterolit. Sigurisht, nëse keni të bëni me ndonjë sëmundje kardiovaskulare ose rritje të niveleve të kolesterolit, gjithmonë duhet të merrni këshillin e një specialisti mjekësor. Hudhra mund të ndikojë në rezultatet në tërësi, por kjo nuk ju shëron. Ajo mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në rastin tuaj specifik, të mbajë larg komplikacione dhe mbi të gjitha të përmirësojë ndjeshëm imunitetin tuaj. Sigurisht, nëse e konsumoni si duhet dhe e shtoni brenda rekomandimeve të duhura ditore, hudhra do të luajë një rol pozitiv për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve, duke mbajtur larg shqetësimet e organizmit dhe duke nxitur gjithashtu të keni një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Hudhra mund të kombinohet edhe me qumshtin. Në videot tona të mëparshme kemi folur vazhdimisht për hudhrën, por vlerat e saj shëruese përfshihen në shkëlqyer që u jep gatimeve dhe recetave të ndryshme. Por a keni menduar ndonjëherë ta kombinoni atë me qumshtin? Për shumë njerëz ideja mund të tingëllojë si diçka e çmendur për faktin se era tipike e hudhrës mund të jetë një pengesë, por nëse kombinoni atë në këtë recetë do të merrni përfitimet e saj unike. Përbërësit që u duhen për realizimin e kësaj recete janë 500 ml qumësht, 10 thelpi hudhër të qëruar, 2 deri në 3 lugë gjedhe me sheqer dhe 250 ml ujë ftohtë. Në një tenxhere të thellë shtoni ujin dhe hudhrën. Pasi të shikoni flluskat e para të vlimit, shtoni hudhrën të cilën e keni grirë më parë dhe vazhdoni e përzjeni. Pas disa përzjerjes, ulni temperaturën dhe lini që një pjesë e masës ta avullojë. Në fund e filtroni dhe shtoni sheqerin për ta ëmbëlsuar. Kjo pije magjike ndikon edhe në përmirësimin e këtyre problemeve shëndetësore siç është për shembull edhe astma. Në qoftë se konsumoni thelpinë e hudhrës të kombinuar me qumshtin, do të lehtësoni toksinat e frymëmarrjes dhe do të përmirësoni shëndetin tuaj. Por nëse zgjidhni të përdorni hudhrën si medikament ose trajtuese të shëndetit tuaj, më parë duhet të konsultoheni me mjekun për të evituar kështu edhe komplikacione të ndryshme që mund të krijojnë në shëndet. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.